A e ke menduar ndonjëherë çfarë po hedh në kokën tënde kur përdor një shampo? Shumë prej produkteve që sot duken luksoze në raftet e dyqaneve janë në fakt produkte të rrezikshme, të mbushura nëpër magazina të paligjshme me përbërës të panjohur dhe pa asnjë certifikim. Po, e dëgjuat mirë, shampo të falsifikuara, të cilat nuk kanë asnjë lidhje me markën që shkruhet në etiketë. Ato përzihen me kimikate të lira, detergjent industrial, aromatizues artificial dhe lëndë të dëmshme për lëkurën, flokët, madje edhe për sistemin nervor. Këto shampo jo vetëm që nuk të ndihmojnë, por janë një helm i ngadalshëm. Shumë njerëz ankohen për rënien masive të flokëve, kruarje dhe irritime të skalpit, reaksione alergjike, zbokth të përhershëm, madje edhe probleme më serioze me lëkurën. E gjitha kjo, sepse kanë blerë një shampo me çmim më të lirë nga një dyqan që kishte oferta, ose nga interneti pa e ditur origjinën. Pse ndodh kjo? Sepse nëpër magazina të fshehta, me bidon të mëdhenj kimikësh dhe etiketa të printuara ilegalisht, përgatiten këto produkte për të mashtruar konsumatorin. Ato pastaj hidhen në treg nëpër dyqane të vogla, supermarkete pa kontroll, madje edhe në disa farmaci private që nuk bëjnë verifikim. Kujdes! Mos bli produkte që nuk i njeh. Mos lejo që dikush të luajë me shëndetin tënd vetëm për të fituar disa lekë më shumë. Mos e mashtro veten me etiketa false. Shëndeti yt është më i rëndësishëm se çdo ofertë apo emër marke. Lexo etiketën. Verifiko vendin e prodhimit. Shiko nëse ka vull sigurie dhe numër loti. Dhe mbi të gjitha, bli vetëm nga pika të sigurta, farmaci ose dyqane të licencuara.